Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7. Organizata Human Rights Watch paralajmëron se Bashkimi Evropian dhe Mbretëria e Bashkuar po e trajtojnë Ballkanin si një depo për emigrantët përmes planeve për ngritjen e qendrave të kthimit jashtë territorit të tyre. Human Rights Watch u ka bërthire Brukselit dhe Londrës të ndalojë këtë qasje dhe të ndihmojë vendet e rajonit në ndërtimin e sistemeve efektive të azilit. Në muajt e fundit Bashkimi Evropian ka miratuar një mekanizëm që u lejon shteteve anëtare të transferojnë azil kërkues të refuzuar në vende të treta, ndërsa Britania ka nisur bisedimet për ngritjen e qendrave të tilla me fokus të veçantë në Ballkanin Perëndimor. Starmer ka përmendur Shqipërinë dhe ka njoftuar një paketë investimesh për Maqedoninë e Veriut. Presidentja e Maqedonisë së Veriut i ka syet nga Bashkimi dhe Parlamenti Evropian për zgjidhjen e ngërçit krijuar për integrimin e vendit. Në intervistë për Radio Europa Lira, ajo tha se Parlamenti Evropian mund të sjellë një akt për gjendjen midis Republikës Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë. Nëse kjo nuk ndodh, atëherë presidentja zgjidhjen kreative e sheh përmes Këshillit të Bashkimit Evropian. Për kreun e shtetit, opsioni i tretë është me protokoll të ri të marrëveshjes me Bullgarinë, ku të garantohet se puna e historianëve nga Komisioni nuk do të jetë kusht për integrimin. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut thotë se është i vendosur për të mos ndryshuar qëndrim në lidhje me kërkesat e Bullgarisë për përfshirjen e tyre në Kushtetutën e Maqedonisë së Veriut. Në seancën parlamentare, kryeministri Istra Mickovski bëri thirrje opozitës që së bashku me qeverinë të lobojë tek eurodeputetët për të votuar raportin për Maqedoninë, i cili do të njihte identitetin shekullor maqedonas lidhur me kombin dhe gjuhën maqedonase, ndërsa në lidhje me ndryshimet kushtetuese ai theksoi se për sa kohë që nuk ka maqedonas në komunitetin bullgar për minoritetet, nuk do të ketë asnjë zhvendosje edhe asnjë milimetër nga qëndrimet tona. Marrëdhëniet dypalqe dhe interesat e përbashkëta për stabilitetin rajonal, bashkëpunimin ekonomik dhe NATO ishin në thelb të takimit ndërmjet sekretarit amerikan të shtetit Marco Rubio dhe ministrit të jashtëm të Maqedonisë së Veriut Tim Çomocunski. Departamenti amerikan i shtetit tha po ashtu se dy kryediplomatët kanë biseduar për mundësitë e zgjerimit të bashkëpunimit ekonomik përfshirë tregtinë dhe investimet. Ndërkaq, Mocunski tha se në takimin në Washington me Rubion u konfirmua bashkëpunimi midis dy shteteve që sipas tij është i bazuar mbi vlera të përbashkëta, interesa politike dhe mirësi të kamotshme. Politik. Zëvendës kryeministri i parë i Republikës Maqedonisë së Veriut Izzet Mexhiti konfirmon Arben Fetajin në funksionin e zëvendës kryeministrit për qeverisje të mirë. Krahas saj, Azir Aliu do të ushtrojë detyrën e ministrit të shëndetësisë. Në kryesi të Vlenit është miratuar që Arben Fetaj të mbetet zëvendës kryeministër për qeverisje të mirë, ndërsa zoti Azir Aliu të propozohet nga Vleni për ministër të shëndetësisë, ndërsa për pozita tjera do vendoset në ditëve në vijim në kuadër të Vlenit. Deklaroi Izzet Mexhiti, zëvendës kryeministri i parë. Pas largimit të Aleancës për shqiptarët të Arben Taravarit nga koalicioni Vlen, bashkëpartiakët e tij Arben Fetaj dhe Azir Aliu mbeten pjesë e këtij koalicioni. Thellohet ndarje në koalicionin Aleanca për shqiptarët. Zëvendës kryeministri Arben Fetaj deklaroi themelimin e një këshilli koordinues të përkohshëm, i cili siç thonë do të veprojë deri në qartësimin dhe stabilizimin e gjendjes aktuale në parti. Koordinatori i këshillit do të jetë Arben Fetaj. Vleni është ky që është, natyrisht qeveria është më e gjerë dhe duhet të shohim lëvizjet ditëve në vazhdim, se kush do jenë më saktësisht emrat, deputetët dhe forcat politike që do përkrahin shumicën qeverisë. Koalicioni Vlen është ky që është para jush këtu. Këto masa janë ndërmarrë me qëllim ruajtjen e integritetit të partisë, respektimin e vullnetit të shumicës dhe garantimin e funksionimit demokratik dhe transparent të Aleancës për shqiptarët, thuhet në njoftimin e saj. Arben Fetaj nga Aleanca për shqiptarët në Republikën e Maqedonisë së Veriut vijon të mosnjohë vendimet e kryetarit Taravarit dhe të një pjesë të partisë për largim nga koalicioni i qeverisës. Ai nuk e njeh vendimin e kuvendit të partisë të mbajtur në Kumanov për ta shkarkuar atë me nismën e kryetarit Arben Taravari. Unë e kam një porosi shumë të thjeshtë për kryetarin tim, Arben Taravarin. Unë valigjet i kam marrë për të ardhur nga Belgjika dhe nuk jam duke lëvizur nga këtu. Do qëndrojmë, do e bëjmë betejën për të cilën jemi zotuar, për të cilën si koalicion Vlen kemi fituar 107.000 vota, atyre u urojmë të kthjellën, mos të vazhdojnë me këtë artanizim, afrimin me BDI-n fatkeqësisht i çon në rrugën e artanizimit. Sipas Fetajt, regjimi i vjetër po bën përpjekjet e fundit për të zbehur shpresën për ndryshim. Kryetari i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut Afrim Gashi është i mendimit se shumica parlamentare mbetet e qëndrueshme dhe nuk pritet të ketë surprizë në votim. Nuk ka dilema nëse kemi shumicë, bëhet fjalë për kalimin e njerëz prej partive politike në opozit, por shihni që disa deputet mbeten pjesë e koalicionit Vlen. Mendoj se qeveria dhe shumica parlamentare do të punojnë me kapacitet të plot, tha Afrim Gashi, kryetari i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut.
dështoi votimi I ligjit për vetë qeverisje lokale në Maqedoninë e Veriut. Përplasjet më të mëdha ndodhen për uljen e numrit të këshilltarëve komunal. Zëvendës kryeministri I parë Izzet Mexhiti është I mendimit se BDI ka më së paku të drejtë ankohet për uljen e numrit të këshilltarëve nëpër komuna. Sipas Mexhitit ishte BDI ajo që mori regjistrimin e popullsisë mbi këtë parim. Përjashtimi I diasporës në procesin zgjedhor ishte objekti I përplasjes mes mazhorancës të opozitës shqiptare në Maqedoninë e Veriut. Ilir Edauti nga Fronti Evropian I parashtoi kryeministrit Istra Mickoski që propozim ligji nga nëntori I vitit kaluar të tërhiqet dhe vendimi të jetë I pavlefshëm duke e vlerësuar diskriminues. Sepse duhet të qëndrojë në ligjin për vetëqeverisje lokale neni I cili parasheh zvoglimin e numrit të këshilltarëve duke përjashtuar popullsinë e cila është mërgat, njihet si qytetarë të cilët jetojnë me punë apo punojnë përkohësisht jashtë. E shoh të arsyeshme që një ditë më parë ai propozim ligj të tërhiqet nga procedura, ndërkaq që vendimi I qeverisë ashtu siç është sjell ashtu nga ana e juaj të bëhet I pafuqishëm. Diaspora e përkrah ekonominë e shtetit dhe nuk meriton të përjashtohet, tha Ilir Edauti. Kryeministri I Maqedonisë së Veriut Istra Mickoski deklaroi se ndryshimin në ligjin për pushtetin vendor do të jenë në përputhje me proceset zgjedhore ku zgjidhen kryetar komunash dhe këshilltar. Јас би повикал заедно сите да го промениме законот за избори, изборниот законник. Unë do të prisë që të gjithë së bashku ta ndryshojmë kodin zgjedhor dhe të bëjmë një njësi zgjedhore. Dhe në atë njësi zgjedhore të lejojmë që dhe diaspora të votojë, të lejojmë të formohen vende zgjedhore në shtetet ku lejohet sipas kushtetutës të formohen vende zgjedhore jashtë përfaqësimeve diplomatike konsullore. Согласно устав да се формираат избирачки места надвор од ДКП-ат, од дипломатско-консуларните представништва. Tha Istra Mickoski, kryeministri I Maqedonisë së Veriut. Bashkimi Demokratik për Integrim reagonashur për situatën me ndërtimet në komunën e Çajirit. Nga opozita shqiptare në Republikën e Maqedonisë së Veriut thonë se qytetarët kërkojnë reagim institucional urgjent. BDI kërkojnë që institucionet përgjegjëse të marrin masa të menjëhershme për të hetuar dhe ndaluar këtë dukuri të rrezikshme, thuhet mes të tjerash në reagimin e BDI-s. Sipas saj, ky nuk është më vetëm problemi I urbanizimit, por është një krizë e sigurisë publike dhe dinjiteti qytetar. BDI qëndron fuqishëm në krah të banorëve të Çajirit dhe kërkon rikthimin e lishmërisë, përgjegjësisë institucionale dhe respektit për jetën e përditshëm të njerëzve që meritojnë të jetojnë në një ambient të sigurt dhe dinjitos, thuhet në reagimin e partisë më të madhe opozitare në Maqedoninë e Veriut. Aktualitet. Këshilli gjyqësor në Republikën e Maqedonisë së Veriut zgjedh gjyqtarin suprem Afrim Fidani për kryetar të gjykatës së lartë. Fidani u zgjedh kryetar me 8 vota pro dhe 5 kundër. Kryetare e mëparshme e gjykatës së lartë, Besa Ademi, ishte gjithashtu kandidate por mori vetëm 2 vota. Diskutimi midis anëtarëve të Këshillit gjyqësor gjatë zgjedhjeve është se ish-kryetaria Besa Ademi kishte dështuar në punën e saj ndërsa për gjyqtarin Afrim Fidani, ata treguan se nuk e konsideronin atë si një gjyqtar të shquar, por se ai kishte plan veprimi specifik me afate kohore të përcaktuara saktësisht që synonin përmirësimin e situatës. Fidani ka qenë gjyqtar e gjykatës së lartë nga viti 2017. Shkarkoi gjyqtari i apelit në Republikën e Maqedonisë së Veriut Enver Bexheti. 5 muaj më parë u vendos në listën e zezë të Shteteve të Bashkuara bashkë me zëvendës kryeministrin e aratisur Artan Grupi. Mbi të rëndojnë dyshimet mbi përfshirjen në një aferë korrupsioni për të ndihmuar shefin e policisë sekrete Sasho Mielkov që të shpëtojë nga drejtësia. Informacioni për shkarkimin e tij erdhi përmes Këshillit Gjyqësor. Pas këtij momenti, Bexhetit I linde drejta ta ankimojë brenda 8 ditësh procesin përpara Këshillit për ankesa në Gjykatën Supreme. Këshilli është I përbërë nga 9 gjyqtar të gjykatave të ndryshme dhe që zgjidhen me short. Besnik Emini është drejtori I ri I Institutit për trashëgimi shpirtërore dhe kulturore të shqiptarëve në Shkup. Pas 11 vitesh vjen ndryshimi dhe në drejtimin e Institutit në Shkup. Vendimi është marrë në mbledhjen e fundit të Këshillit të Ministrave. Profesor Besnik Emini është historian me përvojë të gjatë, punëtor shkencor në kuadër të institutit dhe autori një sër studimesh në fushën e historisë dhe trashëgimisë kulturore shqiptare. Ai njihet për integritetin e tij akademik dhe për kushtimin ndaj zhvillimit të mëtejshëm të studimeve shkencore mbi trashëgiminë kulturore dhe shpirtërore të shqiptarëve. Ekonomi. Kuvendi I Maqedonisë së Veriut zgjodhi Trajko Slavevskin, guvernator të Bankës Popullore. Pro votuan 68 deputet, ndërsa 16 ishin kundër. Shumica parlamentare mbështeti kandidaturën duke u përqendruar në profesionalizmin dhe kompetencën e tij. Opozita kundërshtoi duke u përqendruar në bindjen politike të Slavevskit dhe vizionin për pavarësinë e institucionit.
Maqedonia e Veriut premton deri në 100.000 euro mbështetje për çiftet e reja që vendosin të kthehen në fshat. Ligji i ri për bujqësinë dhe zhvillimin rural është publikuar dhe do të jetë i disponueshëm për shqyrtim publik. Ndihma financiare është planifikuar të ndihmojë ata të ndërtojnë ose rindërtojnë banesa, të blejnë makineri bujqësore, tokë bujqësore ose bakteri dhe kushti kryesor për të marrë këtë mbështetje është që ata të mos jenë më të vjetër se 40 vjeç, të merren me aktivitet bujqësor dhe të jetojnë në mjedisin rural brenda kuadrit ekonomisë bujqësore familjare për 10 vite të ardhshme. Mbështetje ka dhe për të rinj në moshën 40 vjeç që do të hapin një biznes të lidhur me bujqësinë ose pylltarinë. Forca më e madhe e qeverisëse në Maqedoninë e Veriut, VMRO-DPM premton 2 miliardë euro për rekurudhën e shpejtë Tabanos-Xhevgjeli. Synimi është ndërtimi një linje me shpejtësi të lartë, pjesë e korridorit të 10. Pritet që në shtator të fillojnë studimet fillestare në terren, studimet gjeologjike dhe mekanizmi i terrenit për ndërtimin e korridorës së shpejtë. Përmes saj, trafiku i pasagjerëve pritet të arrijë një shpejtësi prej rreth 160 km/h dhe trafiku i mallrave deri në 120 km/h. Qytetarët do të jenë në gjendje të udhëtojnë deri në Selanik për 1 orë gjysmë dhe për në Vjen nga 4 deri në 5 orë. Transporti i mallrave pritet të sjellë 100 deri në 120 milion të ardhura vjetore në ekonomi. Kalimi nga Kosova në Maqedoninë e Veriut përmes pikës kufitare në Jazhinj tani është vetëm një ndalesë. Nga pritjet kilometrike në Kolon, në vetëm disa minuta për zëvendës kryeministrin Izet Mexhiti janë tregues se dy qeverit po punojnë në interes të qytetarëve. Nëse në Bllaz kemi pas dilema do funksionon, si do funksionon One Stop Shopi, u paqëm për një periudhë të shkurt, pra nga pritje me Kolona u shndru për në pritje 1 minutë 2 për qytetarët që dukshëm e ka bëu më të afërt Shkupin me Prishtinën. Sot e bëjmë Tetovën më afër, domethënë me Prishtinën dhe qytetet tjera. Pra dëshmojmë që këto dy qeverit janë qeveri në shërbim të qytetarëve, në realizim të projekteve që lehtësojnë qarkullimin e tyre, lehtësojnë edhe qarkullimin e mallrave. Ndërsa ministri i punëve të brendshme i Kosovës Xhelar Zveçle vlerësoi se kjo do të sjellë dobi për qytetarët e të dy vendeve dhe veçanërisht për banorët e kësaj zone kufitare, të cilët do të mund të kalojnë këto procedura shumë më shpejt. Qytetarët e dy vendeve do të nënshtrohen kontrollës hyrje-hyrje. Do thotë në vend se të ketë 2 kontrolle të ndara, tashmë kemi edhe në këtë pikë kufitare regjimin e kontrollit hyrje-hyrje, fal bashkëpunimit të 2 qeverive, të 2 ministrive, por edhe të 2 policive dhe 2 shërbimeve doganore të vendeve respektive. Kosova dhe Maqedonia e Veriut po fillojnë zbatimin konkret të linjës strategjike të interkoneksionit 400 kV Tetov-Prizren. Në një takim në Prishtinë, drejtori i përgjithshëm i MEPSOS, Burim Latifi dhe ushtruesi i detyrës, drejtori i operatorit të sistemit të transmetimit të Kosovës Shaban Eziri ranë dakord të intensifikojnë bashkëpunimin në këtë projekt. Ai është pjesë e planit evropian për zhvillimin e rrjetit elektrik. Projekti ka vlera të shumëfishta, rritjen e kapaciteteve të transmetimit midis Maqedonisë së Veriut dhe Kosovës, përmirësimin e sigurisë dhe stabilitetit të furnizimit me energji elektrike, lehtësimin e tregtisë së energjisë elektrike dhe integrimin e burimeve të rinevueshme. Kjo ndërlidhje është simboli një epoke të re energjetike për të dy vendet me standarde europiane dhe vizion rajonal, thon nga kompania MEPSO. Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.